Drejtori i sigurimit të bankës së grabitur ditën e premte është prangosur nga policia. Qiriako Taçe është ndaluar pasi dyshohet se ka bashkëpunuar me bandën që arriti të rrëmbente rreth 300.000 euro në mes të ditës. Bashkë me shefin e sigurisë është ndaluar dhe shoqëruesi i vlerave monetare, Robert Fetah, 50 vjeç. Sipas policisë ata akuzohen se kanë shpërdoruar detyrën duke u krijuar kushtet autorëve për marrjen e informacionit që grabitja të mos ndalohej nga punonjësit e sigurisë apo forcat e rendit. Në fundjavë, policia ndaloi dhe 6 punonjës të sigurisë private të bankës, të cilët nuk arritën të mbronin thasët me para, teksa po transportoheshin ato nga banka tek makina e sigurisë. Pamjet e fiksuara nga kamerat sipas policisë tregojnë se grabitja ka qenë mirë organizuar. Agresorët e maskuar dhe të armatosur ishin fshehur në një ambient që në fakt duhej kontrolluar më parë nga policia private, para se të dilnin parat, por kjo nuk është bërë, po ashtu asnjë nga punonjësit nuk ka reaguar, teksa maskat morën thasët dhe u larguan me to drejt një zone në periferi të Tiranës.